Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Tirana zyrtare rikonfirmon bashkëpunimin me shqiptarët në luginën e Preshevës. Ministri për ropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha takoi në Tiranë kryetaren e komunës Preshevës Ardita Sinane. Përmes rrjeteve sociale, ministri Hoxha deklaroi se Shqipëria mbetet tërësisht e përkushtuar për të mbështetur dhe mbrojtur të drejtat e shqiptarëve në lugin. Ai deklaroi se institucionet shqiptare do të mbeten të angazhuara në mënyrë të vazhdueshme si në dialogun dypalësh ashtu në forumet ndërkombëtare për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre legjitime. Hoxha thekson se respektimi të drejtave të njeriut, të identitetit kombëtar, gjuhës dhe i përfaqësimit të drejtë institucional është thelbësor për ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Serbia shton armatimin. Presidenti Aleksandar Vučić konfirmoi se ka bler raketa balistike supersonike CM-400 nga Kina. Ai deklaroi se forcat armatosura të Serbisë i kanë integruar me sukses raketat kineze në avionët luftarak MiG-29. Sipas presidentit të Serbisë, rrezja e tyre është nga 200 deri në 400 kilometra, ndërsa ato janë raketa me fuqi të madhe shkatruese. Në përgjigje ndaj qëndrimeve kroate mbi armatimet e Serbisë, Vučić tha se Zagrebi nuk do të vendosë se çfarë do të ketë Serbia. Sipas Vučić, Serbia po përgatitet për mundësinë e sulmit nga aleanca që po formohet nga Prishtina, Tirana dhe Zagrebi. Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenković, reagon për shtimin e armatimit nga Serbia. Ai tha se vendi i tij, antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s, do të flasë me aleatët për këtë çështje. Do t'i paralajmërojmë për armë të tilla, të cilat janë risi në arsenalin e ushtrisë së Serbisë, ta Plenković. Megjithatë, ai shtoi se nuk pret që një armë e fuqishme të përdoret ndonjëherë kundër vendeve fqinje, si Kroacia apo ndonjë shtet tjetër. Në mars të vitit 2025, Kroacia, Shqipëria dhe Kosova nënshkruan një deklaratë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, të cilën zyrtarët në Beograd e cilësuan si kërcënim për sigurinë e Serbisë. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ulin presionin ndaj Moskës. Washingtoni autorizoi vendet të blejnë naftë ruse të sanksionuar dhe naftën që aktualisht është e ngarkuar në anije në det, një përpjekje për të frenuar ndikimin ekonomik të luftës SBA-Izrael me Iranin. Sekretari i thesarit të SBA-s, Scott Bessent, tha se kjo ishte një masë e përkohshme për të promovuar stabilitetin në tregjet globale të energjisë gjatë luftës. Autorizimi do të zgjasë deri më 11 prill. Kjo masë e artuar ngushtë dhe afatshkurtër zbatohet vetëm për naftën që është tashmë në tranzit dhe nuk do të ofrojë përfitime të konsiderueshme financiare për qeverinë ruse, tha Bessent, shkruan BBC. Sulmet ndaj anijeve dhe infrastrukturës energjetike në gjirin persik dhe mbyllja efektive e rrugës ujore jetësore të ngushticës Hormuzit kanë tronditur tregjet globale të energjisë. Udhëheqësit e Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara janë të vendosur për të vazhduar luftimet. Presidenti Donald Trump paralajmëroi se SBA ka një fuqi zjarri të pakrahasueshme, municion të pakufizuar dhe shumë kohë. Sipas tij, marina dhe forcat ajrore të Iranit janë shkatruar dhe se raketat, dronët dhe aftësitë e saj ushtarake të vendit po neutralizohen, ndërsa forcat mbrojtëse të Izraelit njoftuan se kanë kryer disa sulme kundër infrastrukturës së Hezbollahut në Beirut dhe në jug të Libanit. Ndërkohë në Teheran, banorët raportojnë për një prani të shtuar të forcave të sigurisë në rrugë. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara u kanë mbërthirë iranianëve të ngrihen dhe të rrëzojnë udhëheqjen klerike të vendit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.